Jemi rikthyer dhe këtu me mua në studio, tashmë është edhe Ismeti, me të cilin do të flasim, siç thash më herët, siç e lajmërova, për rrugtimin e tij artistik, por gjithashtu edhe për teatrin, duke qenë se tashmë është edhe drejtuesi i teatrit. Do të flasim pak për atë se si shkoi viti 2025, çfarë pritet nga 2026, por sigurisht që do të fokusohemi edhe tek vetë Ismeti, duke qenë se edhe vetë është aktor, por gjithashtu edhe profesor i artit. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit shumë që ndave pak kohë për të qenë pjesë, sepse di që angazhimet janë të shumta këtë periudhë. Përshëndetje edhe për juve, për shikuesit e televizionit Alsati, nderuar gjithmonë për të qenë musafir këto. Faleminderit shumë. Më thoni pak si ka filluar viti 2026? 2026 ka filluar me të qetë tani, se kishim një vit mjaft, do më thonë, me punë jashtëzakonisht me një ritëm të lartë dhe tani jemi pak sa, sikur jemi ende në pushim derisa stabilizohemi nga gjitha ajo punë cilën e bëm vitin e kaluar dhe normalisht tani presim edhe buxhetin e ri për këtë vit 2026, cilën duhet të na ministria të na tregoj dhe të na ndaj për të vazhduar me tutje me do më thonë, me shfaqet tjera, projekte tjera, cilët i kemi ndërmend dhe cilët do të ulemi së bashku me bordin për t'i miratuar dhe për të bërë repertor sa më të pasën. Sigurisht, pra ka plane për projekte të reja, do të ketë edhe publiku se çfarë të presë edhe për këtë vit, edhe për repertorin e këtij viti, edhe muajt në vazhdim, besoj apo? Po, patjetër, tash veç se jemi duke pritur dikun muajin shkurt do të na raportohet të buxheti vitit të ri 2026, me cilën neve kemi konkuruar dhe besoj do të fillojmë më njëherë me punë. Veç kemi disa regjisorë cilët kanë aplikuar vitin e kaluar për këtë vit dhe jemi të interesuar që të bëjmë shfaqje, normalisht shfaqje të mëdha dhe shfaqje të mira, të zgjedhur me emër të mëdhej të regjisorëve, por edhe me emër të regjisorëve të rinj, të cilët do t'i jepet mundësia që edhe ata të bëjnë hapat e parë ose të provojnë fatin edhe të teatri jonë. Sigurisht. Edhe 2025 në fakt ka qenë e mbushur shumë, edhe repertori ka qenë shumë i pasur në teatr, por gjithashtu besoj që me këmbë të mbarë e keni filluar edhe ju, sepse ka pas edhe shumë punësime, apo? Sa punësime ka pasur vetëm në vitin 2025? Në vitin 2025, unë edhe vitin e kaluar dikund dhjetor, tashmë një vjet se jam aty dhe sa edhe transferuam disa punësime cilët ishin me punësime me vendimet përkohshme në punësime të përhershme, ishin aty 8 aktor, stafi artistik dhe mandej vitin që shkoi, por që ende janë duke mbaruar, i kemi edhe 2 punësime që duhet përfundojnë këta ditë, dikun edhe 12 tjerë, pjesë teknikës, aktor, pjesë administratës, dhe mendoj se deri tani është kompletuar dikun të 20 persona cilët janë punësuar, që është mos them një rekord për teatr, numri i madh i njerëzve, por që detyrimisht kanë qenë të nevojshëm për të ekipuar teatrin tonë dhe për të ndihmuar në gjitha sferat, sepse kemi pasur mungesat shumëta në gjitha sferat për të funksionimit të teatrit. Sigurisht, dhe në fakt na vjen mirë edhe ne, sepse po e shohim që teatri gjithnjë më shumë po rritet dhe kjo është gjë shumë e mirë edhe nga ana e punësimeve, por edhe nga ana e repertorit dhe projekte të reja, duke sjell projekte mjaft interesante në fakt, sepse ka pasur edhe në vitin e kaluar ka pasur mjaft projekte të reja, të cilat me të vërtetë e kanë mbajtur publikun në teatr, kështu që shpresojmë shumë që ashtu të vazhdojmë, me këtë rrjet të vazhdojmë. Po, unë besoj që këtë punësimet e reja do të sjellin një energji, qofshin ato teknik, punëtor teknik, qofshin pjesa artistike, pjesa administrative, do të sjellin sigurisht një energji të re në mesin tonë dhe kjo do të jetë një shtytje që neve edhe më shumë të punojmë dhe të jemi më të vyshëm. Neve kemi punuar vitin e kaluar, kemi pasur 3 premiera në 2025-ën, ka qenë Ricardi III nga, më thonë, Shakespeare-i në regji të Kushtrim Bekteshit, një shfaqje e madhe dikun 3 ore ca.
Dhe tani ajo çfarë që është në repertor do të kthehet këta ditë pasi që njëri nga aktorët rolit kryesor kishte probleme shëndetësore, por ja që së shpejti edhe ajo do të kthehet në repertor, por që bëri një bujë të madhe edhe ajo mandej shfaqja të resh mos resh komedia e cila sonte ka reprizën e 19 më duket dhe e cila 19 repriza ka qenë përplot me publik. Interesi i madh është për atë shfaqje sepse është një komedi e cila flet e kemi zbritur, domethënë e kemi adaptuar në gjuhën shkupiançe të themi ashtu dhe është shumë e përafërt me problemet e njerëzve dhe ka interes të jashtëzakonshëm. Mandej shfaqja e fundit e cila ishte nga viti i kaluar ishte Rinoceronti. Ajo nuk ishte parë për vitin 2025, ishte për vitin 2026, por neve në 2025 në kishim regjisorin Dritro Kasapi, i cili nuk mund vinte për shkaqet ti personale për këtë vit, e shtyri projektin për vitin 2026. Dhe tani Rinocerontin vendosëm që ta transferojmë në 2025 me regjisorin bulgar Vasil Vasiljev, nga teksti Zhon Ioneskut, një shfaqje shumë e mirë, u mirëprit edhe nga kritikët, edhe nga pjesa artistike, po edhe nga publiku më gjerë. Është një punë jashtëzakonshme, domethënë kemi punuar, nuk kemi kuantitet shumë, por kemi kualitet, 3 shfaqje për cilët kemi dhënë maksimumin si ekipi, sikur ne si menaxhues brenda aty. Dhe mendojmë me të njëjtin ritëm tani me ekipimin e ri të njerëzve brenda të vazhdojmë edhe më fort. Sigurisht, vërtet kanë qenë 3 shfaqje, siç e thatë, 3 shfaqje, por 3 shfaqje të cilat me të vërtet edhe sot kërkohen. Rinocerontet që së fundmi bëri shumë bujë madhe, sigurisht, por edhe Rikardi i tretë dhe të reshat apo të mos resh, Rikardin ende po e presin njerëzit gjithkohës, pyesin se kur do të rikthehet. Së shpejti tani vetëm me Rikardin kemi nisur prova, do bëjmë sepse fakt 2 aktorë, njëna nga aktoret e cila ka qenë tash tregoj tani s'është shbënën dhe për atë shkak sot është bërë, ne urojmë shumë urime Sabinës djalin me jetë gjatë. Dhe ka qenë këto shkaqe të cilët na kanë po mundësu që të ke... Gjërat që i sjell jeta, sigurisht, gjërat bukura. Me rëndësi janë gjërat bukura për... Gjërat bukura, por tani me rëndësirë që ne vazhdojmë, bëjmë zavendësime kur të kthehen aktorët e zavendësimit, mandej kthehen dhe vazhdojmë edhe me të njëjtat, sigurisht. Po. Pra do t'jetë, ajo është e bukura që edhe publiku do t'ke çfarë të presë dhe çfarë të shohë në këtë periudhë që vjen. Po, përveç kësaj, domethënë kemi edhe një shfaqje Deutsche B2 nga Besfort Idrizi, është regjisori i asaj shfaqje, një shfaqje e lezetshme, shfaqje për të rinj, e cila trajton një tematik të rinjve të cilët dalin në Gjermani dhe përfituar lekun atje, mundohen të mësojnë gjuhën, të adaptohen, trajton domethënë këtë temën e adaptimit e problemeve në mënyrë shumë komike. Dhe edhe ajo është në repertorin tonë, kemi pranuar dhe ka publik edhe ajo për çdo javë vipet. Pra, do t'jepet prapë, më duket se ishte disa ditë më parë. Po, të martën ishte, të martën. Kemi një laramani të shfaqjeve, të koncepteve që mund t'i ofrojmë publikut më të gjerë. Tani do të mundohemi tani që të koncentrohemi edhe me shkollat, që t'i sjellim edhe ato dal nga dal, se ka pasur mungesë të madhe edhe të shkollave, pse mos them edhe të profesorëve, se edhe tash do t'i kritikoj se edhe profesorët pak nga shkollat na vizitojnë, po. Dhe që t'jemi pak më të gjerë në atë që e ofrojmë. Po, edhe që të sjellim atë frymën për ta dashur edhe teatrin, sigurisht kjo do të ndihmojë edhe fëmijët. Nëse vinë prej në kohën e shkollës, sigurisht që më tej do të ta sjellë edhe frymën. Neve, shife, kjo është ajo qëllimi ynë. Qëllimi ynë është që t'i ofrojmë më së pari nëpërmjet teatrit, t'i ofrojmë publikut atë që e dëshiron. Njerë t'i ofrojmë atë që e donë, dëshirojnë komedi, po, okej, do t'ju japim komedi, ndoshta në ndonjë moment do t'a ulim edhe nivelin artistik, them, por që është mirë për t'i sjellë në teatr, mandej s'është problem, do t'a ngritim edhe nivelin,
sepse vitin e kaluar për fat keq ishim në disa shkolla të mesme dhe bëm disa anketa dhe ishim të surprizuar nga ato anketa sepse përgjigjet ishin se shumica, domethënë mos them dikun 90%, nuk kanë qenë asnjëherë në teatr, ndërsa janë fëmijë të shkollave të mesme, ose kanë qenë një herë, dhe shumë pak i njohin aktor, shumë pak i njohin artistët, shumë pak i njohin shfaqjet, po. Mendoj që neve duhet të bëjmë çmos që ata t'i sjellim dhe të zgjojmë interesim të ta. Po, kjo do t'jetë me të vërtet diçka shumë e fryqme, sigurisht edhe për teatrin, edhe për vetë komunitetin, në fakt edhe për vetë shoqërinë. Dua të flasim tash për rrugtimin tënd, sepse ti me vite tash merresh me aktrim. Më thuaj pak në fillimet tuaja si aktor. Nëse të kthejmë pas në kohë, cila do t'ishte mbase e fotografia që të bën të kujtosh kohën kur ke dalë për herë të parë në skenë? Shumë kohë më parë, besoj, apo? Po, dikun në vitin për herë të parë në skenë kemi dalë me provime, kanë qenë bajegi stresuese, provime se provimet ne i mbajmë me publik në Fakultetin e Arteve Dramës në Shkup, këtu e kem kryu fakultetin, dhe profesori Refet Abazi, dhe mirë po, tamam shfaqje kemi pas, po edhe shfaqje diplomës, Gjagjavanja nga Qehovi, edhe ka qenë shfaqja e parë, mirë po mbajmen të dervishit dhe vdekja, shfaqja ku kisha një rol shumë të vogël dhe atë dit isha në gjirime të filmi Balkan Kan, dhe aq i lodhën, më thonë prej mëngjes, s'kisha ku as të habu, të marrë ushqim, edhe duhet të tim premier, edhe dikun 2-3 minuta para premierës, do më thonë stresi madhë se për shfaqja e parë, edhe ishte një moment atë shkoj, atë hynë skenë, apo të shkoj t'i laj sytë, se ishte... Dhe vendosa të hynë skenë, hyra në skenë dhe se s'kisha fuqi para asaj, prej stresit, prej frigës, mirë po u mobilizoha dhe fillova, mandej e munda atë frigën, dhe mandej dola si kur asë gjë s'ka ndodhë. Ishte e mirë, po. është mirë që ta mobilizojmë vetën dhe ta mundim emocionin. Ta shfrytëzojmë për mënyrë pozitive. Sigurisht. A ka qenë një rrugë që gjithmonë e ke dashur artin ose le të themi aktrimin që i vogël, e ke dashur gjithmonë aktrimin, apo ka qenë diçka që e ke vendosur me kalimin e viteve, ke thënë që këtu duat fokusohem? Jo, gjithmonë e kam dashur, edhe më herët kam qenë edhe në shkollë të mesme, po edhe edhe më herët si fëmijë, gjithmonë kam qenë në për ato ricitalet e shkollave, në për ato organizimet që jam bë, më herët jam marrë edhe me muzikë, mandej në shkollë të mesme jam marrë edhe me, kemi pregaditur edhe dramat ndryshme në seksionet e dramës, për u bëshin ato vitet e 90-ta. Po, është, do më thonë, gjithmonë e kam dashur këtë profesion dhe me venushmëri të madhe kam vendosur që... Që ta vazhdoj. Të vazhdoj, po. Që t'jesh sot këtu ku je. Çfarë ke pas më shumë vështirë në fillim? Ka qenë të mësoje tekstin, sepse unë gjithmonë i pyes edhe aktorët edhe u them këtë, më duket shumë e zorshme ajo pjesa, në fakt e rëndë, e vështira ajo pjesa ku duhet të mësosh tekstin, sidomos për në teatr, sepse në film base ke hapësira ku mund të mësosh vetëm një pjesë dhe pastaj e lexon, ndërsa në teatr duhet ta mësosh tekstin. Ka qenë më shumë në fillimet e tua, sigurisht se tashmë nuk besoj që është ky problem, po që ka qenë ta mësosh tekstin apo të hysh në rol, ta besosh veten në atë rol që më e vështirë është të hysh në rol. Teksti është mjet ndihmës për të ndihmuar për të futesh në rol. Do të thonë nëse ti nuk ke problem, domethënë me rolin dhe nëse ti arrin që të kuptosh rrethanat, raportet mes personazheve, teksti nuk është problem. Teksti është vetë-vetiu dhe ka ndodhur në shumë shfaqje apo në shumë projekte që tekstin e mësojmë pa pritmas, vetëm duke u përsërit me tekst në dorë në skenë, janë ato periudha e mësimit tekstit në tavolinë, provave në tavolinë që lexohet teksti dhe aty ndërtohen raportet mes personazheve, koncepti, regjisorit, gjitha gjërat që i duen një roli dhe që mendoj që teksti nuk është problem, po është ajo të futesh në rol, të mishërohesh me atë të gjësh pikat përbashkëta me rolin dhe
të mundohesh t'jesh vetvetja në ato rrethana. Sidomos besoj që kur ka të bëjë edhe me ndonjë personazh që mbase e ka rolin pak më emocional, apo? Sa e vështirë është kur duhet ato emocionet ti marrësh brenda vetes dhe ti luash në këtë rol? Po, është e vështirë sepse thash, duhet të gjejmë pikat përbashkëta, referenca duhet të kemi, referencat tona nga jeta e përditshme, nëse nuk i kemi atëherë duhet të kemi të lexuara. Dhe mendoj se shumë të në rasteve i shfrytëzojmë përvojën tonë që e kemi nga jeta e përditshme, nga ajo që e kemi lexuar, e kemi konsumuar nga librat. Dhe nuk është problem, nuk është problem që të arrim deri te ajo që duam. Ndonjëherë rruga është më e gjatë, ndonjëherë rruga është më e shkurtë, mirë po... Por që në fund arrihet sigurisht. është po, tash më varet edhe prej regjisorit, me kë je duke punuar, sepse ka regjisor që ta nxjerrin shpirtin pak më. Cilët janë këto nga regjisorët tanë që i kemi këtu? Kemi mikun tim Kushtrimin. Në fakt po për Kushtrimin shumë aktorë thonë që është i vështirë në kuptimin e mirë të fjalës. Po, në kuptimin e mirë të fjalës. Kur duhet që të përgatisesh një shfaqje. Në fillim cilat rolet e kanë tërhequr më shumë dhe si ka ndryshuar ato me kalimin e viteve? Ka pas role që ke thënë mbase, nuk di, drama ose komedia të ka tërhequr më shumë dhe ka ndryshuar me kalimin e viteve, apo kanë qenë po ato të njëjtat që edhe sot i preferon mbase pak më shumë? Nuk bëj dallim, në këtë aspekt nuk bëj dallim, sepse aktori i mirë është, domethënë duhet të jetë i përgatitur për gjitha zhanret e dramaturgjisë, domethënë dram, komedi, tragjedi. Ka pas momente kur jam kënaqur duke luajtur në role komike, ka qenë projekti mirë, ka qenë ekipi mirë, dhe regjisori mirë, po ka pas projekte ku nuk e kam di vetën mirë, ani pse ka qenë komedi, ose e kundërta në dram, diku në ndonjë tragjedi, kemi kaluar shumë mirë dhe kemi dhënë më të mirën tonën, mirë po që më varet krejt edhe prej ekipit, prej regjisorit, prej njerëzve me cilët punon. Se në fund kam një amanet prej një regjisori, tashmë i ndjerë, bulgar, Dimitar Elenov, më pa thënë, aktori do të luash shumë role në teatr, do të luash edhe asë shfaqje që nuk do të pëlqejnë, po që do t'jesh i detyruar të luash nëse je i punësuar në teatr, sepse ndonjëherë do t'ja huqim edhe ne, po ndoshta edhe regjisorët, edhe ato regjisorët cilët kanë ardhur të punojnë. Mirë po që gjithmonë jemi të gatshëm të japim më të mirën. Unë për shembull kur kem ndonjë projekt, para se të filloj projekti, unë dalë përgatitem fizikisht, sikur ato sportistët që dalin dhe vrapojnë, unë atë e bëj para çdo projekti. Që t'jem spari fizikisht i përgatitur, mandej edhe mendërisht, sigurisht, për të futur në rol. Nëse të pyes teatri apo filmi, sepse ti ke qenë edhe i aktiv edhe në teatr edhe në film, në seriale, a do mund të ndaje njërën, apo... Teatri është teatr, është i lezetshëm sepse t'jep aty për aty mundësi në çdo provë, çdo reprizë, t'jep mundësi që të kërkosh dhe të hulumtosh, t'jep mundësi që ndoshta në çdo reprizë t'japish ndryshe nga ajo që e ke dhënë edhe më herët. Filmi është pak më i vështirë, më vështirë është edhe në aspektin fizik, sepse lodhesh, me orë të tëra duhet të qëndrosh para kamerës, ka momente kur je i lodhën, ke punuar më shumë se 12 orë. Mirë po që të dyja kanë të mirën e vetë, sepse në fund shpërblihet ajo që e ke bërë gjithat mund, shpërblihet me duar trokitje, apo edhe me klikime. Sigurisht, po, edhe ajo ka të bëjë, po, tash me klikime. Ndërsa në teatr janë pikërisht ato duar trokitjet. Janë duar trokitjet, sepse aty në teatr e ke, publikun e ke afër. Dhe aty jep emocionin dhe merr reagimin e tyre. Ka pas shfaqjet ndryshme që ne kemi dëgjuar, thjesht kemi dëgjuar edhe krithmat kemi pas ndonjë dram, trond, për shembull, kemi pas një monodram që kam pasur Aratisja Sabri Popajt,
Më thonë, kam dëgjuar, atë shumë kam qenë i thelluar në rol, sa që kam dëgjuar edhe të qarat e publikut, kritmat e njerëzve që kanë qenë në afërsi 2 metra apo 3 metra më larg për kjo paka shumë, kur e merr direkt këtë reagimin e publikut në këtë mënyrë? Është e mirë, është e mirë, sepse e ndjen që e ka rrit ta hudhish emocionin atje, dhe normalisht, kur ke komedi, i dëgjon të qeshurat dhe ajo ndikon shumë të ti, por duhet prap ta bëjmë vetëm, ta kontrollojmë, mos dalim, mos t'i themi vetës mashallah. Me të thatë është e bukur në fakt sepse e merr një reagimin dhe ajo ju motivon edhe më tepër për të vazhduar. Si ke raportin në përgjithësi me publikun, kur ke sidomos një premierë, sepse premierat janë ato gjithmonë që sy e vesh janë tek ju kur e keni një premierë, çfarë ndjen pasi e përfundon? Ndihesh më i liruar kur e përfundon një premierë, apo i pret ato komentet dhe reagimet? Kur përfundon, do më thonë gjatë gjithë kohës mësohesh me një rutinë. 2 muaj, 3 muaj, ndoshta zgjatë një premierë, 1 muaj mund të ndodhë një projekt, mirë, po kur përfundon ndjehesh dyqysh i humbur. Sepse je mësuar me një rutinë të ndryshe, ke punuar diçka ndryshe për të dhënë diçka, dhe kur përfundon e gjithë kjo ndjehesh sikur je tani je shkputur nga mendon që prap duhet vazhdosh, sikur ke nevojë të vazhdosh prap punosh diçka, sepse ndjehesh i zbrazët nëse je ashtu, sepse vetë ajo të shtyn që të mobilizon, që faktikisht ti jeton me një periudhë, jeton një jetë me në rrethana të cilët nuk janë tuat, por që ti jeton ato. Me një jetë kondenzuar, themi. Po, mësohesh në fakt me atë periudhë teksa punoni, edhe me personazhet, edhe sigurisht edhe me kolegët me rrethanat. Prandaj, ti sigurisht je edhe profesor në aktrim, pra në Fakultetin e Artit, aktrimit. Kështu që nëse do duhet, sepse të bëra pyetje nëse zgjedh teatr apo film, tashmë si drejtori i teatrit, po të pyes më shumë, të mungon edhe pjesa, sepse më the që ke bërë pauzë për shkak se angazhime të tepërta, tashmë je në pauzë nga pjesa si profesor. Të mungon kjo pjesa, dhe nëse të duhet të pyes klasën apo pjesën e teatrit në menaxhim, cila do të ishte mbas ajo? Është më mungon shumë. Shumë mungon, sidomos kohëve të fundit, sepse jam mësuar gati 20 vite të jem atje me student dhe kam qenë gjithmonë i updateuar me studentët, sepse shikon se si zhvillohen, shikon rrugën e tyre për të arritur te personazhi cilën duhet ta bëjnë. Dhe tani një vjet është dashur që të pauzoj atje dhe të kyqem këtu, më mungon shumë. Më mungojnë studentët, vinë her pas here, më vizitojnë në teatr, por që edhe kjo puna e teatrit më ka dhënë një entuziazëm vërtet të mirë. Më ka ngjall pak, sepse më ka bërë kurioz pak që të hulumtoj dhe të provoj veten edhe në këtë mënyrë, në punën e menaxhimit, në punën e ekipimit, domethënë të njerëzve, dhe edhe kjo edhe për ta njohur më tepër teatrin, sepse ke prekur sigurisht si aktor, por tashmë e njeh edhe më tepër. Tani më drejt për drejt, edhe pse nuk është që nuk kam qenë i kyçur më herët si aktor në po të njëjtin teatr, në vitin 2003 deri në 2007 kam qenë aty i punësuar. Mirë, po do më thonë, nuk është që mungon përvoja, e di procesin se si zhvillohen shfaqet, si punohen shfaqet, do më thonë gjitha të procese i kam kaluar, por mungon edhe kjo studentët mungojnë. Tash nëse do të kisha mundën, tash se viti i parë ishte pak më i vështirë, do të mundohem të shkoj të shoh studentët pak më shpesh edhe në fakultet, sepse nuk e kam ndaluar, ani pse pushon vendi punës, por nuk e kam ndaluar, mund të shkoj edhe të shoh, të vizitoj studentët. Sigurisht. Por më thuaj në pjesën e menaxhimit, sepse tashmë me kolegët me të cilët ke punuar, në fakt, në një farë mënyrë jo i menaxhon që në atë kuptimin, po që tash je sigurisht je drejtues i teatrit dhe bashkëpunimi, si ka vazhduar edhe bashkëpunimi edhe me kolegët e teatrit? Mendoj shumë korrekt është, sepse me shumicën njihemi. Një pjesë e madhe kanë qenë studentë mi, pjesa tjetër kemi luajtur bashkë në projektet ndryshme si teatrore, ashtu edhe filmike,
Kështu që nuk kam problem, shpesh konsultohem me ta edhe nëse nuk jam pjesë e bordit, sepse kemi pjesën e bordit me cilët konsultohemi, mirë po edhe me aktor tjerë konsultohemi për gjithë shka, domethënë. Normalisht, diçka që mundemi të bëjmë, se ka gjëra që nuk më varen edhe prej neve, ka gjëra që për shembull buxheti nuk më varet prej neve, ne kemi dëshira të bëjmë shfaqjet më të mira, kemi dëshirë të bëjmë shfaqjet më të mëdha, mirë po shpesh nuk e kemi buxhetin dhe aty stagnojmë. Dhe nuk mund të arrijmë atë që duam, por mundohemi të paktën ta bëjmë atë më të mirën. Sigurisht. Ta bëjmë më të mirën që është nevojshme. Më thuaj pak sepse të shohim edhe në rrjetet sociale që je sigurisht shumë i fokusuar edhe në pjesën e familjes, ke 2 vajza dhe 1 djalë nëse s'gaboj apo. Edhe të shohim her pas here kur poston sigurisht, sidomos me vajzat në fakt të shohim sa më shpesh. Sa është e vështirë kur ke projekte të shumta, tash edhe si drejtues apo menaxhues i teatrit, sa nuk të mbetet le të themi kohë ose si mundohesh ta menaxhosh edhe atë kohën për të pasur kohë edhe për familjen, edhe për të qëndruar me ta. Shumë pak dhe shumë jam i kritikuar për tyne. Shumë pak dhe gjithmonë mundohem që dhe atyne t'ju kompenzoj, por nuk më mbetet kohë shumë. Dhe aty e gjej qetësinë më të madhe në familje. Sidomos me vajza, si djali tani është pak më i madh, dikush është gati 18-18, por me vajzat i kam më të vogla dhe atë janë të lidhuna më shumë me mua. Kështu që mundohem të jem më shumë prezent, mundohem të jem prindi i mirë dhe mundohem t'ju plotësoj gjitha dëshirat me aq mundësi sa kemi. Sigurisht. Duke qenë se jemi këtu, do të ndalemi pak para se të vazhdojmë me pjesën tjetër të bisedës, ku do të vazhdojmë edhe tek pjesa e rolit tënd si profesor, sigurisht edhe për rolin e të rinjve apo formësimin e të rinjve. Dua që të shfaqim një surprizë, duke qenë se jemi tek familja. Nëse ka mundësi regjia, videomesazhin e parë. Kjo video është për ti për të treguar se të dua shumë që kujdesesh për mua dhe familjen tonë. Ti je i veçantë, mi plotëson dëshirat dhe ti e di që ty të dua unë shumë. Faleminderit babi, të dua shumë. Bye bye. Jona e bukur. Me emocionoj të. Kjo është vajza babit. Ma mori mendja në fakt edhe nga mesazhi në momentin që e kërkuam sigurisht, por që edhe atë që sapo the që mundohem ti plotësoj dëshirat, e tha edhe Jona, kështu që e konfirmoj atë që je një baba i përkushtuar. Unë e falenderoj shumë edhe Jonën, edhe bashkëshortën tënde sigurisht që ma mundsoi këtë. Faleminderit. Dhe duke qenë se pjesën e parë të emisionit e mbyllëm me surprizën për vajzën, në fakt dua ta pyes pak, sepse edhe si profesor, edhe vet aktor, a do kishe dashur që fëmijët e tu të shkojnë në rrugtimin tënd, në rrugët tua për sa i përket edhe aktrimit? Pyetja e rëndë. Me këto kushte, me këta mundësi, nuk do të kisha dashur. Domethënë, kjo që ku jemi, në çfarë shtete këtu jetojmë, është pak e vështirë të zhvillohesh, përveç punës duhet të kesh edhe fat këtu që të prosperosh, domethënë më tutje. Fatkeqësisht me këto kushte do të kisha thënë jo. Ndoshta me kushte tjera, mundësi tjera, por kështu s'do të kisha rekomanduar fëmijëve. Që të mirën neve kemi sakrifikuar, kemi bërë më të mirën për neve që të arrijmë ndikun. Ne kemi luajtur edhe pa para, kemi luajtur pa pik buxhetin në për shumë projekte të ndryshme, por që e shoh tani edhe të rinjt edhe jo që e lejojnë këtë, domethënë ato janë gjenerat më ndryshe tani edhe ndryshe janë, ndoshta edhe janë rritë në rrethana të ndryshme prej neve dhe nuk e pranojnë këto gjëra. Ndoshta do të arrijmë në ditë që do të shohim këtë profesion si më të zhvilluar këtu tek ne. Ata po tentojmë ta bëjmë edhe neve. Shpresojmë sepse arti duhet gjithmonë të ushqehet dhe të kultivohet në mënyrën më të mirë. Duke qenë se e the që këto të rinjt janë pak më ndryshe, mbase a mungon
le të themi tash jo të themi tamam mungon, po që tek gjeneratat të tuaja pasioni ka qenë më tepër i fokusuar ashtu, pasioni, dashuria për artin në krahasim me rinin sot. Nëse kthehemi 20 vjet mbrapa, ndoshta jam gabim, nuk e di. Ndoshta edhe më gabim, jam egoist në atë aspektin e gjeneratave. Mirë, po mendoj që ka pas më shumë dashuri në atë që është bë, në punën që është bë, sepse vetë ky zhvillimi teknologjik, zhvillimi rrjeteve sociale tani gjithçka ka bërë ka prodhuar gjenerata që nuk i japin shpirt diçkaja që e punojnë. Për shembull, muzika në kohën tonë ka qenë shumë me dashuri, filmat kanë qenë me dashuri, tani edhe muzikën ku të dëgjosh është muzike vrasht, muzike dhunshme, ka dhunë. Më thonë në filmat unë në filmat vizatimor, se shikoj me vajzat, shoh shumë dhunë aty. Dhe ajo ndikon shumë të gjeneratat e reja të fëmijët, që ato kur të rriten nesër, me çka rriten, çka shohin, ata domethënë thithin atë dhe ndoshta nesër do të na japin, do të shndrohen në ndonjë gjeneratë e cila do të prodhojë vetëm dhunë. Fatkeqësisht unë besoj që duhet jemi gjithë vigjilent dhe që spaku fëmijët tanë mos t'i lejojmë që të rriten në me këto metodash, mirë po shoh që edhe në film, edhe në muzikë, në gjithë shka dhe në artet tjera, është prezente dhuna shumë. Nuk e di pse. Është prezente dhuna, jo e frikshmja, do më thonë, jo ofrohet publikut, zdi pse. Mirë po në kohën tonë, po them, ka pas dashuri më shumë, edhe në mënyra se si është punu, dhe unë i takoja asaj gjenerate, ndoshta s'mund ndryshoj, ndoshta të rritë çuditën me mua, po... Jo, në fakt, mendoj që ka të bëj edhe kjo pjesa e rrjeteve sociale, dhe çdo gjë tashmë bëhet për pjesën e famës, le të themi për pjesën e klikimeve, për sa i përket edhe filmave në rrjete sociale, se tashmë edhe televizionet sigurisht nuk e kanë base atë fuqinë që dikur e kanë pasur. Megjithatë, cila është gjëja që më së shumti të shqetëson kur e sheh edhe tek studentët e tu, tek mënyrat se si janë duke vazhduar edhe artin, çfarë të shqetëson më së shumti? Më shqetëson më shumti sepse neve më shumë kemi kërkuar, domethënë më shumë kemi hulumtuar si trim, edhe si student, por neve edhe jemi mësuar për profesorit tonë që përveç se do të bëhesh aktor, do të jesh aktor produktiv, i cili nuk do të presish gjithmonë prej regjisorit apo prej njerëzve tjerë që ato që ka tonë të bësh ti në skemë, por ti do të jesh produktiv edhe vetë ti ofrosh, domethënë vetë prodhosh diçka dhe ti japësh mundësi që regjisori të mund të ketë brumë që të zgjedh prej teje. Ta shtrit përgjithësi, jo vetëm në këtë profesion, në profesionet tjera e shoh sikur i bëjnë sendet veç sa për t'i kalu. Pregaditi provimin sa për ta kalu. A kupton? Presin të gatshmet, presin t'ua tregosh rrugën. Jo, rrugën duhet ta gjesh vetë. Ti jap informata, ti duhet ta gjesh vetë rrugën. Po sikur janë shumë dembela viteve të fundit. Ka ndonjë gjenerate mire cila na befason, po ka gjenerata cilat nuk janë shumë pak lexueshëm, fatkeqësisht vijnë për shkollat mesme shumë pak të përgatitur këtë aspekt dhe mandej hezitojnë edhe të bëjnë punë, hezitojnë që të kërkojnë, nuk janë hulumtues. Mirë po shohin mënyrën sa më shpejt me mrit rezultati. Kjo është problem global, ne i shohim edhe... në fakt, është në të gjitha, jo vetëm në pjesën e aktrimit apo artit, në fakt në të gjitha fushat e shohim që nuk ka një interesim të mjaftueshëm. Njerëzit nuk kanë durim të shohin një shfaqje më të gjatë. Domethënë ka shumë njerëz që kur vinë në shfaqje më pyesin sa zgjatë shfaqja, kupton se tash ka edhe punë tjera të bën, ose edhe kur s'kan punë të tjera, thjesht më duket sikur durimin nuk e kanë edhe nuk e kanë atë koncentrimin. Nuk lexoj postimet gjata në Facebook, veç ato të shkurtat. Vetëm ato me dy rrisa. Problem
problem... Po, është vërtet një problem global, sigurisht. Do një analizë më thellë në është prej. Po. Ismet, unë sigurisht, ne folëm pak më herët edhe për bashkëpunimin mes kolegëve tjetër, tregove që sigurisht me disa kolegë punuar në teatr dhe vazhdon ai bashkëpunimi dhe në fakt mendoj që është shumë e rëndësishme edhe në pjesën e aktrimit bashkëpunimi. Megjithatë, dua sepse ne gjithmonë i bëjmë edhe këto surprizat edhe në fakt edhe videon që shfaqëm me vajzën, sigurisht për ta bërë edhe më emocionale edhe emisionin, por gjithashtu edhe shfaqëm shpesh edhe mesazhe prej njerëzve të tjerë për të parë publiku, sepse ne këtu bisedojmë, ti mund të tregosh pjesën tënde të vetes, unë mund të tregoj atë çfarë di për të, por që kur flasin personat e afërt është gjithmonë pak më ndryshe, njohim diçka pak më ndryshe. Kështu që kemi përgatitur edhe diçka tjetër për ty, kështu që nëse ka mundësi regjia edhe videomesazhin e dytë ta japim. Shuli, qëtash asë një zonë mos t'jam nisën televizijëm të dollë. Qa! Për shëndreti Ismet. Me full për Ismetin është pak e shtirë. Jo që s'kam qka me full. Po nuk më premton koha. Me Ismetin jemi rritë bashkë. Kemi punu bashkë. Kemi mësu bashkë. Besa edhe kemi këndu bashkë. Zdja jo të regoj. E ku t'jemi të gjithë si Ismeti. Mirë po Ismeti tani në rolin e drejtorit, ha? Të drejtosh një teatr, do në të kujdesesh për shpirtat e artistëve, edhe andrat e publikut. Ti këtë e bën me një elegancë shumë të madhe shoku. Vazhdo të punosh. Vazhdo të bësh spektakël. Me të vërtet Shkupi ka nevojë për vizionin tënd. Jam shumë krenar për ty. Mos haro që sonte kemi shfaqe. Mere dritrojnë edhe duku anej. Më falë alësoti. Reklam pak, ha? Më falenderojmë shumë i madhe dhe për vlerimin sigurisht, që më nguroj për ta dhënë, dhe pikërisht janë këto fjalët që duam edhe ne t'i dëgjojmë, sepse të njohim pak më tepër edhe përmes personave që... Me vlerimin njihemi prej fëmijëri. Kemi qenë bashkë edhe në shkollë edhe, domethënë, kemi historia gjatë. Edhe më njeh mirë, faleminderit për surprizën. Nuk kemi mbaruar këtu, kemi ende, kështu që nëse ka mundësi edhe videomesazhin e tretë. Me Ismetin kom punu në filmin me atë titullin e gjatë, Pranvere pa haruar, fshatin e haruar të kushtrim Bekteshit, edhe kemi kalu shumë mirë. Aty nga ka lindë edhe një miqësi. Kemi qenë vllazën në fakt aty në film. Edhe kemi ndajt bashke, kemi bisedu për artin, për aktrimin e tjerë. Edhe kur u bë drejtor, më ftoi me bo një komedi. Tha, hajde, tha se ti din, tha, me bo komedi. Thash, okej, hajde, i thash, po vi. Po, mas i më ftoi me bo një komedi, tha, a din qka, tha, hajde, tha, edhe me lujt në rekordin e tretë. I thash, okej, Ismet, s'ka problem, edhe më thiri kom ndajt një 6 muj gati në Shkup, në teatr, ku kom kalu tepër mirë, edhe mendoj që Ismeti, përveç që është aktor i mrekullueshëm, është edhe një drejtor fantastik. Drejtor i cili kujdeset për punëtorët, për aktorët, për shfaqjet cilat i shfaq, edhe është tepër i përkushtuar në çdo punë që ne bëjmë. Jam shumë i lumtur që e kam njoft Ismetin, edhe shpresoj që do të bashkëpunojmë edhe në të ardhmen. Një falenderim edhe për Shuminin sigurisht, aktorin dhe regjistorin Shumini Srefi, i cili direkt nga Sicilia na ka dërguar këtë video. Të pasira të këndshme, fjalë shumë të mira, faleminderit atyre më së pari dhe juve natyrisht për gjithë këto fjalë të mira. Mendojnë vetëm privilegjuar, më së pari që i kam meqë shok. Po, shiko, mund të jenë, për ty mund të jetë pak e sikleqme në fakt kur i dëgjon këto fjalë, Nuk e prita këto befasira, sa mendova ndonjë emision kështu më shkurt do të kaloj, më lehtë. Më lehtë. Jo, ne sigurisht këto, sepse me të vërtet këto fjalë thon shumë pastaj edhe për ty edhe për të të njohur publiku për te asaj që të sheh për te skenës. Megjithatë, më duhet të them që s'kemi mbaruar këtu
Dhe në fakt tash do të vjen edhe një video që mendoj që është një video që me të vërtet e përmbledh të gjithat bisedën që ne kemi bërë, sepse sigurisht kur të thira desha që ta dim rrugtimin tënd, por të njohim edhe përtej roleve, prandaj edhe në fakt edhe titulli i emisionit është një bisedë pa role, kështu që besoj që ky mesazh që do të vi tash pak a shumë i përmbledh në fakt të gjitha këto mesazhet, por edhe ky mesazh i fundit që do të vi pak a shumë e përmbledh atë karakterin tënd apo si të njohim publiku nga njerëzit e afër që edhe publiku të njohë ashtu siç je. Kështu që nëse ka mundësi edhe videon e fundit. Përshëndetje shikuesve të Alsatit, gjithashtu e përshëndes mikun tim Ismetin. 30 vite jemi miq, nëse më duhet shkurt të them disa fjalë për të mos e ngarkuar edhe misionin, por edhe mos e marr hapësirën tuaj, do të them disa fjalë shkurtimisht, nëse e shohim Ismetin në të gjitha dimensionet e tij, qoftë si njeri, si aktor, profesionist, profesor gjithashtu, por edhe si drejtor tani, ajo fjala që e përshkon të gjithë karrierën dhe jetën e tij mund të themi se është guximi. Ai ka qenë njeri shumë i guximshëm dhe vazhdon të jetë. Gjithmonë kur e ka kërkuar nevoja, ai ka qenë aty në skenë. Pavarësisht çfarë është skena. Ndonjëherë edhe kur e ka kërkuar kombi, ai ka qenë aty, por edhe në aktrim në skenë, edhe në katedër si profesor, po gjithashtu tani edhe në rolin e drejtorit të teatrit, që mendoj se është një nga funksionet jashtëzakonisht të rëndësishme. Shkurtimisht dua të them për Ismetin se mbi të gjitha, pavarësisht cilësive si aktor, si profesionist të gjitha tjera, ai është një njeri i jashtëzakonshëm. Dhe titulli i qenit njeri i mirë është titulli më i lartë që mund ta kemi gjatë jetës. Prandaj, unë dua të shpreh mirënjohje për gjithë punën dhe kontributin që ai e ka dhënë në kulturën dhe për interesin kombëtar të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, po dhe gjithandej. Gjithashtu, dua të shpreh edhe falënderim për punën e tij si drejtor, si aktor, edhe si njeri i cili ka kontribuar gjithmonë mbi të gjitha të vërtetës dhe të drejtës. I jemi me fat që njohim një njeri si Ismeti, qoftë edhe në rolin e prindit, qoftë edhe në rolin e qytetarit, qoftë në rolin e një aktivisti dhe influencuesi në Facebook, i cili rrallë herë me kreativitetin e tij na bën gjithë të mendojmë për rolin që i kemi në shoqëri. Prandaj, vetëm fjalë të mira për Ismetin, ju dëshiroj shëndet mbi të gjitha, jetë të gjatë dhe suksese të mëtejshme, dhe me guxim gjithmonë, ashtu siç ke qenë gjithmonë Ismet. Fala. Faleminderit shumë. U skuqja dhe nisë fudi. Unë falenderoj shumë në fakt edhe zotin Afrim Gashi, i cili është kryeparlamentari jon, por që sot ishte sigurisht në rolin si miku i tu shfaq këtu, kështu që falenderit shumë. Me Afrimin jemi miq të vjetër, domethënë jemi miq prej një fëmijëri, kemi bashkëpunuar në sfera të ndryshme edhe më herët edhe me muzikë kur është marrë edhe ai edhe unë. Kështu që jemi miq, kemi edhe me këtë, domethënë edhe me Afrimin kemi mjaft background përbashkët. Kështu që jam i privilegjuar, ndjej kënaqësi për këtyre fjalëve dhe ndjej kënaqësi që e kam edhe mik edhe shoq si Afrimin, Shkumbinin, Blerimin dhe gjithë të tjerët që ndoshta i kam edhe në teatr dhe i dua jashtëzakonisht shumë. Sigurisht, prandaj edhe i sollëm për të mësuar edhe pak më tepër edhe për ty përmes fjalëve të tyre, kështu që unë falenderoj shumë për gatishmërinë që patën, sepse tregon shumë në fakt edhe për ty si person, sepse në momentet e para që i kontaktuam ishin të gatshëm për të bërë këto video mesazhe. Duke qenë se tashmë jemi në fund të emisionit, unë do të pyes vetëm për Ishte kjo një goditje e madhe për mua. Kështu për t'i përjetuar tashmë edhe emocionet, jemi në fund të emisionit, vetëm dua shumë shkurt një mesazh për të gjithë edhe studentët edhe për të gjithë të rinjt në fakt që duan të merren me art edhe në fakt edhe një mesazh edhe për pjesën e teatrit, për teatrin, për të vizituar edhe teatrin sigurisht. Po edhe për të rinjt edhe për publikun. Ato që e tha Afrimi tani, të jemi më të guximshëm në ato që e duam dhe ta bëjmë profesionin me dashuri, ta bëjmë më të mirën prej neve, që ta bëjmë me përkushtim atë që duhet ta bëjmë.
e kam fjallën për studentët, po për publikun do të mundohemi që t'i ofrojmë më të mirën publikut, do të mundohemi të jemi sa më korrekt, do të mundohemi të jemi sa më të sinqert, sepse sinqeriteti sjell edhe korrektësi. Pa dyshim neve dhe mund të gabojmë her pas here, sepse njerëz jemi. Mirë po është e rëndësishme që të reflektojmë, kërkojmë falje ndonjëherë, se ndonjëherë rrethonat na bëjnë të ndryshëm për asaj që duhet jemi, mirë po është e nevojshme, sikur që ishte mesazhi i shfaqjes fundit Rina Qeronti të Vasil Vasiljev nga UNESCO, është e rëndësishme në këto kohë të vështira të mbesim njerëz, po. Mbesim njerëz mbi të gjitha me virtyte dhe moral të drejtë dhe të mirë. Sigurisht, kjo është një mesazh shumë i bukur dhe nuk kemi dyshim që teatri do të avancohet kohë pas kohe, kështu që presim sigurisht edhe për projektet e reja. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Prizma, që ndave nga rrugtimi yt. Faleminderit shumë për këtë bisedë kaq të këndshme. Faleminderit edhe për juve, i privilegjuar që isha këtu dhe i emocionuar natyrisht. Vjen mirë, faleminderit. Të dashur shikues, këtu do ta mbyllim këtë episod për sot. Ju nesër së bashku do të jeni me Prizmën, me kolegen Flora Shabani. Unë ju uroj një pasditë të këndshme, bashkë mirupafshim.